Çështja e provimit të jurisprudencës dhe kërkesat e studentëve shqiptar për të dhënë atë në gjuhën shqipe, sonte do ta shqyrtojmë bashkë me një jurist të cilin kam nderin ta kem në studio. Dr. Ibrahim Bayrami, mirë se vini në Alcat. Faleminderit për ftesën. Mirësevgjeç. Keni pa reagimet e studentëve, keni pa kërkesat, keni pa edhe konfrontimet politike, pushtet, opozit, edhe qëndrimin e qeverisë. Dua të dëgjoj nga ju si jurist, a është e mundur në Maqedoni të Veriut provimi i jurisprudencës të organizohet në gjuhën shqipe? Absolutisht po. Kjo e drejt buron nga ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili u miratu me 14 janar 2019 dhe i cili hyri në fuqi me njerë 8 ditë pas shpalljes në gazetën zyrtare. Kështu i formësuar ligji ka një gamë të gjerë zbatimi të saj, ku 20% në nenin 2 taksativisht ceket se ka të bëj me gjuhën shqipe. Në të njëjtën kohë, tem debati mund tjetë edhe ligji i fundit për provimin e jurisprudencës, i cili u miratua në fund të vitit 2019 dhe ka hyrë në fuqi në fiks në 2 janar të vitit 2020. Në me thonë, ligji për jurisprudencë është miratuar pas miratimit të ligjit për zbatimin e gjuhëve dhe në këtë frym është dasht që të potencohet që në përputhje me ligjin për zbatimin e gjuhëve edhe ligji i jurisprudencës të jetë inkorporuar e drejta e 20% gjithësisht përdorimit të gjuhës shqipe gjatë dhënies të provimit të jurisprudencës. Por këtu nuk kemi të bëjmë vetëm për të drejtën e dhënies së provimit të jurisprudencës, që organizohet nga Ministria e Drejtësisë, kemi të bëjmë edhe për dhënien e provimit të noterisë. Kemi të bëjmë edhe për dhënien e provimit të përmbaruesit. Kemi të bëjmë edhe për dhënien e të gjitha provimeve të ekspertëve të ndryshëm, të fushave të ndryshme të ekonomisë, agronomisë dhe të sferave të ndryshme të cilat licensat e veta i marrin në Ministrinë e Drejtësisë. Do të thonë, nuk kemi të bëjmë vetëm me të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe gjatë dhënies së provimit të jurisprudencës, por kemi të bëjmë me të gjitha komunikimet që ka të bëjmë me Ministrinë e Drejtësisë dhe burimin, bazën e ka të ligji për përdorimin e gjuhëve. Sa mbajnë arsyetimet e Ministrit të Drejtësisë Igor Fillkov që thotë se nuk mund ta cenojmë as kushtetutën dhe as standardet ndërkombëtare, madje në këtë linji është edhe kryeministri Mickoski që thotë se duhet të respektojmë standardet ndërkombëtare sa i referohet tjetërsimit të gjuhës në të cilën jepet provimi i jurisprudencës. Me sa mund të kuptoj paraqitjen e kryeministrit të fundit, paraqitjen e fundit në lidhje me përdorimin e gjuhës shqipe gjatë dhënies së provimit të jurisprudencës, unë më shumë e kuptova si një pritje nga ai, nga ekspertët e fushës juridike, t'i sqarohet se si është i zbatueshëm ligji për përdorimin e gjuhëve. Nuk ishte as prova kundër, vetëm vërejta se ishte në pritje të pranimit të argumentave. Skeptikët thonë që një ndër arsyet pse duhet provimi i jurisprudencës të jepet vetëm në gjuhën maqedone, për shkak se pas dhënies së provimit të jurisprudencës, ata njerëz përgatiten që të punojnë në gjyqësor, prokurori, avokaturën e shtetit e kështu me radhë. Ky argument nuk qëndron, për shkak se dhënia e provimit të jurisprudencës është bindërtim akademik dhe ka të bëj me bindërtimin akademik. Formalisht, ajo është rrugë kapërcyrëse për të ndjek hapat e tjera në karrierë. Pra i referohet individit dhe jo institucionet. Absolutisht. Në qoftë se është kjo, atëherë ata ekspertë që marrin licencën për ekonomi, ato nuk punojnë në gjykatë. Ato ekspertët që janë të fushës së agrikulturës, elektroteknikës, ato nuk do punojnë nëpër gjykata edhe nëpër prokurori. Po e njëjta vlen edhe për ata.
Sa është i rëndësishëm roli i kuvendit në këtë rast për bërë një interpretim autentik të ligjit, nëse është i nevojshëm, dhe t'ja bën me dije edhe ministrit Filkov, dhe t'ja bën me dije edhe ekspertëve të tjerë kushtetues të cilët janë mbledhur në formë komisioni nga ana e qeverisë, për t'ja lehtësuar për të arritur deri te rezultati final. Para se të vinte kuvendi, bëj interpretim autentik, ne jemi dëshmitar se avokati i popullit duhet me qëndrim. Avokati i popullit është institucion në vetë. Qëndrimi avokatit të popullit shtetit tonë thotë se studentët shqiptarë brenda kërkesës së vete kanë të drejtë. Dhe kërkesa e tyre është e bazuar në ligjin mbi gjuhët. Unë për shkak të hapësirës tuaj kohore nuk do t'i ceki taksativisht nenet e ligjit për gjuhën një nga një dhe për cilat institucione kanë të bëjnë. Është e pamundur që certifikatat që merren nga provimi i jurisprudencës, apo i notarisë, apo i përmbaruesit, që të jepen në dy gjuhë, kurse provimi të jepet vetëm në një gjuhë. Nuk mundet. Ose edhe certifikata do jenë në një gjuhë dhe duhet të jepet arsye e arsyeshme dhe ligjore pse është ashtu, po në qoftë se jepet në dy gjuhë, duhet të arsyetohet mirë nën ombrellën e një juristi, të bëhet një interpretim i saktë, bazën e ka të ligji për gjuhët, dhe ne nuk guxojmë të lejojmë që qasjet profesionale juridike të ndërmerren nga kënde etnike. Do me thonë, ne kemi një ballafaqim, avokati i popullit pse është shqiptar. Mund të themi se është tendencios, ministri Filkov pse s'është shqiptar, ban qëndrim kundërt, juristët pavarësisht etnisë, përkatësisë politike, pushtet, opozit, janë të obliguar interpretimin juridik ta bëjnë në mënyrë të paanshme. Kemi edhe një moment tjetër. Nomenklatura e kaluar gjatë zbatimit të ligjit të fundit për jurisprudencën është dashur nëpër komisionet ligjvënëse përpara se të votohet ky ligj, ta mendojnë që ta inkorporojnë zbatimin e gjuhës shqipe konform ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ata që janë në pushtet thujnë pse se ban ata që ishin më herët, ata që ishin më herët thanë askush nga ne nuk e kërkoi. E drejta është edhe në atë kohë askush nga ata nuk e dash ta kërkoj, po a dash të parashihet, dhe kjo drejt është lënë si e harruar. Po drejt si e harruar nuk është e mohuar. Dhe këtu duhet vetëm një vullnet politik, se pa vullnet politik nuk bëhet, po e drejta si e drejt është absolute. Mos kishte qenë ky ligj për përdorimin e gjuhëve, atëherë do ishte shumë e drejtë që provimet të mbahen ashtu siç janë bajt më herë. A ka hapësirë të tejkalohet ministri Filkov për pengesat që po pretendon të paraqet dhe në këtë mënyrë qeveria në mënyrë ex officio të propozon ndryshimet ligjore të dorëzon në kuvend dhe të miraton? Kjo në kuptimin a do të ishte rruga më e mirë e zgjedhshme në aspektin politik që e potencion? Në praktik duhet të diskutohet në qeveri, të bëhet propozim ndryshimi i ligjit për dhënien e provimit të jurisprudencës, edhe të provimeve tjera të cilët janë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e kam fjalën për provimin e notarisë, për provimin e përmbaruesit dhe provimet tjera që i ofron Ministria e Drejtësisë, dhe në një procedurë të përshpejtuar parlamentare të lejohet kjo mundësi ligjore. Rruga ligjore është kjo. Me thonë, propozim qeverie, ndryshim ligji, zbatim në praktikë. E cila në vetvete kërkon një kohë. Të flasim pak për kodin penal, është formuar një grup pune, ka pasur 2 deri 3 takime deri tash, megjithatë shifet një neglizhencë nga ana edhe palëve, po edhe vetë ministrit Filkov për të arritur deri te një propozim final. Kishte probleme që në fillim me materialet në gjuhën shqipe, pastaj me itinerarin e punës, e tash deri te dallimet që kanë partitë politike për konkretizimin e veprave dhe rekomandimet mos përfshirjen e tyre. Së fundi, kodi penal që u miratua, nuk i dha rezultate të cilat pritej të jepte, e sidomos për shpërdorimin e detyrës
zyrtare. Çfarë mund të presim nga versioni i ri i kodit penal dhe ku duhet fokusuar? Unë si praktikant, që për çdo ditë punoj punën si avokat, ndoshta për politikën nuk është aq atraktive, po do t'i kisha dhënë një tekst të veçantë nenit 130 të kodit penal, lëndimi trupor dhe nenit 144 rrezikimi i sigurisë, që kanë të bëjnë me dhunën familjare. Janë bërë ca ndryshime të ligjit, janë ashpërsu masat ndëshkuese në kuptimin e dhunës familjare, mirë po nuk po i japin rezultatet. Është një situatë shumë serioze, ndëshkueshmëria nuk jep rezultate preventive që mos të përsëritet kjo vepër penale. Ka një iniciativë që një gamë ligjesh të ndryshohen me masa më të ashpra për viktimën, me idenë që viktima të ndjej siguri në veprimin institucional. Në atë kuptim, mendimi im është që çdo procedurë e iniciuar për dhunë familjare paralelisht në mënyrë zyrtare nga qendra sociale duhet të përcillet edhe me masa të përkohshme të mbrojtjes së dhunës, të viktimës nga dhuna, dhe këto disa institucione që merren me dhunën familjare të kenë edhe një mbështetje ligjore më të fuqishme. A mungojnë edhe argumentet me idenë e parandalimit të kësaj. A mungojnë edhe argumentet ligjore ndaj agresorëve të dhunës, ku kemi pam tani së fundi pas rasti që ndodhi, se në të shumtën e rasteve ndaj agresorëve nuk janë caktuar masa të duhura kujdesi. A duhet potencohet qoftë në ligjin e procedurës penale që për dhunë në familje, po këtu e kisha fjalën. Drejt për drejt shkon para burgimit. Këtu e kisha fjalën. Duhet masat jenë më të ashpra. Domethënë sankcioni që parashe norma do të jetë më i ashpër, çdo procedurë e iniciuar brenda nenit 130 kur ka lëndime trupore, ose brenda nenit 144 kur ka vetëm rrezikim të sigurisë, paralelisht mënyrë ex officio, mënyrë zyrtare, qendra sociale, e cila ka obligim ligjor që të mbikëqyrë viktimën, të propozoj masa të sigurisë. Masa të sigurisë, në shumtën e rasteve, kemi inicim të procedurës penale, po nuk kemi paralelisht masa sigurie, si të domosdoshme. Dhe ndodhin recidivizmat, përsëritjet, paraqitjet të vazhdueshme nga ana e viktimës, po nuk kemi masa të shqiptuara të domosdoshme të sigurisë. Në disa shtete në rrethinën tonë kanë masa më të ashpra me ekzekutime të dënimeve të efektive të burgut, edhe të paraburgimeve, që në shumtën e rasteve po e pengon damin e dytë dhe të tretë. A duhet sqaruar edhe çështja e tërheqjes së deklaratës nga viktima? Në rastin e fundit kishin bënë me disa tërheqje të deklaratës për dhunë. Dhe a duhet potencohet edhe kjo nga ana e dispozitave ligjore, që autoriteteve t'i pamundson që viktimës t'i mundsojnë tërheqjen e deklaratës? Ky institut juridik duhet të hiqet fare, për shkak se viktima dhunohet për së dyti. Kur ndodh rasti, kur niset procedura. Vazhdimi i procedurës deri tani varet prej asaj që viktima do të bëjë ndjekjen penale apo jo. Dhe ajo dhunohet për së dyti herë nga ana e dhënuesit, të njerëzit e afërm të tij, për shkak të mos sankcionimit. Po kjo nuk e bën që dhunuesi mos ta përsërisje veprën për një interval të shkurtër. Fatkeqësisht në shtetin tonë kanë ndodhur disa raste me pasoja tragjike. Faleminderit për komentuarin e arsyet. Faleminderit edhe juve për ftesën.